se e bëri që Kosova të mos ketë një busull orientuese. Vjosa ishte një busull komunikimi ndërkombëtar në një tsunam botëror ku ka rëndësi shumë si lëviz varkën, se mund të mbytesh. Dhe në rastin konkret, mund ta them me plot gojën, Kosova është në një hall të madh, sepse ky tsunami i madh e ka lënë anijen e Kosovës patimonier. Jemi në rrëmuj totale. Albini nuk është një përfaqësues i cili mund ta mbajë një timon në kohë krize një vjeçare, që e ka krijuar ai, e mban ai këtë krizë, sepse kjo i duhet Serbisë, kjo i duhet armiqve të Kosovës, një krizë permanente që të jetë e paaft për të qenë në lojë. Kosova është jashtë loje sepse s'ka një qeverisje të njohur në nivelin e asaj që quhet lëvizje e çastit. Shqyr që ka interesa të mëdha që luhen, siç është rasti i interesave ushtarake, që e mban Kosovën në kontroll, shqyr që ka një ndihmë ushtarake, në një kohë që Serbia është e gatshme për luftë. Po punon për luftë. A do bëj luftë? A Serbia vetë nuk e di. Aty do e di koha se do lëvizi. Askush nuk e njeh të ardhmen e sotme. Po zgjedhjet si parasha në Kosovë? Si fatkeqësi e madhe kombëtare në Kosovë. Unë do të kujtoja për zgjedhjet e tanishme në Kosovë, një histori që ka ndodhur në Kosovë në 1911-ën, kur serbët sponsorizuan ardhin e sultanit në Prizren, e sollën me tren. Në atë kohë se nuk e din shqiptarët e Kosovës që ka pas linje kurudhore në atë kohë, në Kosovë, Stamboll. Nuk e din, po ja kujtoj unë që edhe unë se kam pas ditë dhe kam mësu, dhe zbriti sultani, dhe kur zbriti sultani 100.000 shqiptar, përballë gjithë fotografive ndërkombëtar, dhe midis kamerave, unë kam parë të filmuar këtë skenë midis kamerave të kohës, mendoj 111 me kamera, i kishin sjellë gjithë këta që të shifshin që në Prizren u ul popull, 100.000 njerëz u ulën tokë dhe u falen turqisht ke padishah. Në atë moment thanë, kufiri do të jetë Prizreni, nuk do të jetë më ai që kishin menduar ata, që do ishte gjithë Kosova pjesë bashkë me Shqipërinë. Ky ishte një mallkim që i bën vetes, kur sapo i kishin varur me mira shqiptar të Kosovës kryendritje kundër perandorisë osmane, dhe ky mallkim do ta ndjekë Kosovën dhe në rastin e këtyre zgjedhjeve, ku ata do zgjedhin Albin Kurtin, do ja bëjnë vetes, po këtë do ta kuptojmë mas 10 vjetësh, kur të fillojë shpopullimi, të duket si në Shqipëri. E kam një musafir mbrapa skenës që është i shështori i Shtërisë Ligjore të Kosovës që nuk mendon siguri, a më lejon me ftu sonte? Më fal, unë mund të them vetëm një gjë si hyrje për pozicionin tim. Unë besoj shumë ke liria e shprehjes, po mendoj që liria e shprehjes është një fjalë rreme. Unë besoj ke liria e dëgjimit, jo e shprehjes. Për shembull, çdo thot, unë besoj që të gjithë ne kemi drejt të dëgjojmë gjitha alternativat. Unë do të dëgjoj dhe Hitlerin çfarë thot. Absolutisht. Por ama nuk ka të drejtë fjalë Hitleri, po ka mund drejt dëgjimi për të. Pra, Hitlerit nuk është se do të jepet liria e fjalës. Do të jepet vetëm mundësia që Altini dhe shokët e Altinit dhe kushdo tjetër të marrë ofertat. Të dëgjojmë ç'thot. Pra unë jam pro në mënyrë absolute çdo kujt që të ketë drejtën e fjalës dhe do luftoj fort për të drejtën e tij, kushdo që të jetë. Pse? Se ne na duhet të kemi ne drejtën e zgjedhjes se çfarë mendojmë dhe jo të na mësojnë të tjerët siç bëjnë televizionet që na tregojnë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Prandaj vi unë këtu ke ty gjithë qef e do të gjitje për Altinit. A i ftojmë, edhe ajo është kogjë i guximshëm, po është pru kryeministrit Kurti. Me neve sonte shumë shok të mi, miq të mi me Albin Kurti. Po, snajperisti koshorët Musa Smoli e ftojmë me dartëgritje të lok. Hajde Mus. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje dashur. Respekte. Gjithashtu. Mus besoj dëgjova bisedën. Unë ndëgjova bisedën, edhe po him tim fill ndash. Pse? Po çfarë do kam qef. Okej. Për me hin tim ndëgjova mirë me vëmendje këtë burrën e Shqipërisë, jeni vllave im, po je vlla i djallëzuar. Unë jam shumë i ndershëm mbi këtë familje. Mirë, më vjen keq për te, po unë e them mendimin tim. E merr këtë cillës kam merr dhe tuam çe. Njo. Çka është kjo? Kjo është ky komandant Badri Manxholli. Pe prezantoj desht aktivisht pak më du. Kjo gazet është që e kum lënë familjen në Amerikë, gruan me 2 vajza, shkruan gazeta e Amerikës, Dallas Morning News. Etnik Albanian që gjilon gruan e fëmijën e kum shit pasurin gjithçka për atë dhej. Për që ta them si po fol ky. Këtu është restorani, jam që e kum shit që ku jam këtu. Pa e morë ko shumë. Këtu jem snajperisti më i mirë në Kosovë. Kusht ka shef 2 vjet ku më shtruan në shtëria amerikane. Po, e vërtet, sun ta jam i ardhur po. Kjo është luftëtari i Kosharës. Respekte. Faleminderit. Ky është biznesi jam që kum zonë vendin e parë si restorant që kum pas vendin e parë, kum zonë Amerikë. Para se me ful, po du me prezantu pak veten. Këtu jam kur kum ardh te moja Shkelzenit, jam të janë luftën për Shqipëri. Ma me menja si shqiptari edhe të si unë,
Sa vjet i ke pisha po me vet? Okej, do me ta Sa vjet i ke? Ta hapi përgjigje. Kjo është. Unë jam stërnip një sekondë. Sjell, ti. Unë jam stërnip i Salinivicës. Ti je një Salinivicën, e kemë rrugë në Prishtinë. Ai je shqiptar apo? Unë jam stërnip i Salinivicës. Sa vjet i ke? Okej. Stërnip i Salinivicës, e kemë rrugë në Prishtinë. E kemë rrugë në Prishtinë. 56. Sa? 56. Okej, 56. Unë kam 50. Kjo është në luftën e Koshas, ku vra rusi. Po. Okej. Kjo është që i kom lënë këto dy vajza dhe Dëllime respekte. Shpinë teme, jes ka nevojë. Do më ta kthy përgjigjen. Jepi. Shumë i pa drejt, shumë i pa saktje. Jepi. Pse? Nuk kallëzohet se është shqiptar, është i paguar nga dora e djallëzimit, po shumë i sigurt. Këtë 1 miliard e 500 milion